Presidenti Donald Trump i ka dhënë Iranit një afat prej 2 javësh për të arritur një marrëveshje bërthamore nxitur nga frika e përsëritjes së pasojave të luftës së mëparshme si ajo e Libi, Irak dhe Afganistan, pavarësisht tensioneve të larta mes Izraelit dhe Iranit dhe mundësinë në përfshirjen e Shebas në një konflikt të ri në lindjen e mesme. Trump beson ende për një zgjidhje diplomatike. Një burim pranë presidentit tha se Trump preferon një marrëveshje sesa një ndërhyrje ushtarake. Ai ka shprehur se sim për një ndërhyrje ndaj Iranit mund të çojë në destabilizim, si në rastin e Libis pas rrëzimit të Gaddafit, ku vendi u zhyt në kaos dhe dhunë pas shpresave për demokraci. Dhe më tepër përvoja e ndërhyrjes në Libi ka bërë që negociatat me vende si Irani dhe Korea e Veriut të jenë më të ndëlikuara. Trump ka qenë kritik i ashpër i pushtimit të Irakut në vitin 2003, duke i quajtur vendimin më të keq të historisë. Dhe gjithashtu ka shprehur zhgënjim për luftën e gjatë të kushtueshme në Afganistan. Këto përvoja i kanë bërë atë më të kujdesshëm ndaj përfshirjes së konflikteve të reja. Ndërkohë Irani akuzohet për përdorimin e bombave kaset dhe është akuzuar nga Izraeli për përparim të prodhimit të armëve bërthamore, pretendime që inteligjenca amerikane i ka mohuar. Megjithatë, Trump ka zgjedhur të presë 2 javë për të vlerësuar mundësinë e ndërhyrjes ushtarake, ndërsa Britania synon të rrisë negocione paqe me Teheranin.